Përshëndetje YouTube. Sot më erdhi një pago nga kompania Pekron. Është një power station 1200 watt. Ta hapim, ta shohim çfarë ka brenda. Këtë mund ta përdorni kur të fiken dritat, në mal, fush, për bregdet, për stane. Do të bësh i rrugtim me makinë, ta kesh, kërkosh telefonat, kërkosh kamera, të bësh një kafe, ka dhe më të mëdhej. Unë mora një mesatar. Të shohim, ta hapim edhe vim prapë. Ka dy kutia për siguri. Ka këtë shkumën këtu, që unë e theva. Si ka për kjo? Ka dërës. Ka manualin E600 LFP. Pa gjitha nga llojet e prodhimit që prodhon firma. Power station nga i vogël, nga i madhi. Bateri. Ka qa pesh. Peshon 9.4 kg. Atëherë tu janë karikusit. Një karikus. Ky është karikim që karikohet te shtëpia, me prishjen e shtëpisë. Ky është kavull tjetër që karikohet me makinën, me fut në prishjen e makinës, aty ka cigaret. Kurse kjo është për panel diellor. Ka panel diellor të vetën kjo, po do ta blesh veç. Atëherë këtu përpara t'ja heqim këtë plasmasën. Kemi dy priza, 220 voltshë. Kemi 4 USB, 100 watt, karikim të shpejt, 18 watt. Tu është për prizën e makinës. Tu karikohet me prizën e shtëpisë, deri në 300 watt, merr. Kurse kjo është për karikim nga makina. Nënçore ka freskuse, kur karikohet edhe kur punoje, edhe në krah tjetër. Nga mbrapa s'ka asgjë gjë. Nga sipër ka karikim wireless për telefonin. Le ta ndezim herë, ta shohim. Ka 78% bateri. Shumë bukur. Tu karikon telefoni. Sa ta vendosësh sipër. Tu takohen prizat poshtë. Bën një zhurmë të vogël. Pastaj këtu për një tashti potencial 220 volt. Është 1200 watt, karikohet deri në 3500 herë. Deri në 85%. 10 vjet po ta karikosh për ditë. Mund të karikosh me panel diellor deri në 400 watt, 9.4 kg, 29.7, 19.8, 21.6. Është madhësia, 2 vjet garanci. Tash do ta provojmë. Ta vendosim në prizë karikimit. E kam fut në prizë të shti, ka lidha me prizën dhe filloi karikimi.
Këtu sipër duket sa watt po merr tash. 209 watt. Me prizën e shtëpisë karikohet për 1 orë e gjys, 1 orë e 50 minuta. Me diellorin varet sa diell ka, sa si është koha. Kurse makinë shkon deri 8 orë karikim. Full, 100%. Tash do bëj provë herë, të ta heq nga karikimi, të bëjmë provë me një pajisje, kam një Express kafje. Takojmë 220 voltshin. Takojmë Expressin. Tashti po tërheq 1156 watt për ta nxjerrë Expressin. Ku t'jetë gati Expressi, të shohim do ndalohet. Po. Shtypëm në kafe. Super. Atëherë, nga 79% ra në 75% për një kafe. Expressi të rreth shumë, është 1200 watt, është logjike. E heqim. Tashti kjo freteza është e madhe fatikisht, është 2000 watt shkon. Ta provojmë. E qënë tashti, po të rreth 1300 watt, maksimum. Friteza është 185 gradë. Me 1350 watt, një gjysore punon. Ushqimin e bën për 15 minuta, 20 minuta, diçka të vogël. Është 72%. Bateria. Kjo është gjinafa, kjo është e madhe, nuk është mirë me vendos këtu. Kaq ishte video, do të provoj edhe pajisje të tjera, po mjafton me Expressin. Mendoj të bëj një tur nëpër Shqipëri, ta kem me vete, mos ngel për karikim. Ma vonë do blej edhe panelin.